Hedh pak vaj. Me çdo gjë është me sy. Në fakt ne bollgurin këtu në Shqipëri e njohim. E kemi njohur dhe më parë, që një grur I shtypur I lar, I tharë, etj. Edhe po me kuskusin se kemi njohur kuskusin. Ne do ta trazojmë këtë për 5 minuta. A duhet trazuar detyrimisht? Sa I nxehtë është uji? Është I ngrohtë, është mjaftueshëm. Do me thënë arin në 80 gradë kështu si mendon? Arin. Arin. Do t'jetë I ngrohtë. Uji do t'jetë I ngrohtë. Jo I vagët, do t'jetë I ngrohtë. I ngrohtë. Se për ndryshe uji I ngrohtë e ndihmon për atë shkriftimin për dhe se po t'jetë I ftohtë ai do bëhet si laç, qullë. Patjetër do bëhet si qullë. Pastaj çfarë do të përgatisim veç kësaja? Përveç saj do të bëjmë gati këto? Po, jo, po këto janë një procedurë më e thjeshtë. Po. Sepse ndërkohë që do fusim dhe palltixhan, do shplan palltixhan, do futem në furrë. Jo, se tash do të ndihmoja ta bëj unë këtë gjë? Apo nuk di unë ta trazoj atë, si mendon? Jo, mund ta trazosh. Se ka mënyrë apo Jo, mund ta trazosh. Ja, ta trazoj që të vazhdoj me tjetër gjë, si mendon? Unë po vazhdoj me shplanën e palltixhanave. Mirë, shumë mirë. Edhe me sistemimin e palltixhanave për të vënë në furrë. Shumë bukur. Mirë, Juli. Tani marrim palltixhanët e shplar. Dhe do t'i vëmë me një tavë dhe do t'i vëmë në pjekjen e parë. Do me thënë, do t'a lëmë këtë masën këtu brenda? Po, do t'a lëmë masën, për do t'a heqim mas pjekës. Po. Edhe, po të vini re, shiko, kjo filloj t'a thitë ujë dhe të bymet. Të bymet, të fryrë. Pra pasi janë bërë me krip, janë lënë disa minuta, janë shplar dhe tani vendosën në tavë. Do të jetin vaj në ulliri. Pak vaj ulliri, që mos... E po këto patoxhanët shumë e vaj në ullirit, janë të mrekullueshme. Shumë të mira. Në rregull. Po I vëmë në furrë. Po. Ndërkohë që unë shikoj edhe mishin. Mishin? Po, sepse ka kaluar minutazhi I duhur. Po. Tani unë marr mishin. Mishi është recetë tjetër, ë? Është recetë tjetër. Shumë mirë. Marr mishin, e heq në letra. E shikoj që mishi ka çuar atë, ka bërë atë zjerën e parë. Dhe na e vë atë aromën e mrekullueshme. Aromën e vet. Mishit. E shohim pak, kemi bërë lidhjen dhe mbas lidhjes kemi vendosur rozmarinën, kemi vendosur hudrën, piperin e zi, kripën e trash, letra vaj ulliri, e kemi mbledhur me letra alumini, e kemi vendosur në furrë. Ka ardhur kjo gjendje. Tani? Zjerë e parë. Tani futim në furrë. Tani e fusim në furrë kështu siç është. Siç është, e lëm pak dhe do ta shuajmë as me verë. Me verë. Ndërkohë që përgatisim palltixhanët. Po. Pra kjo është, mishi është receta e parë siç e pam, ë? Por kishte një mbas procesit parë, një proces të dytë që hoqëm letrën e aluminit dhe e vendosim në furrë derisa të vi momenti që të vendosim që të shtojmë edhe verën e bardhë. Verën e bardhë. Verë bardhë, ë? Po, verën e bardhë. Sepse për mishat e bardhë përdor vera e bardhë. Po, patjetër. Patjetër. Verat patjetër. E kuqe. Tani ndërkohë unë bëjmë përgatitjen e kuskusit, duke më ndihmuar dhe t'i zëra tefta. Në përgatitjen e kuskusit në vazhdim të recetës së dytë. Po. Sepse patoxhanët I kemi vendosur në furrë. Tani e marr një pasqyrë të madh. Unë preferoj, që do ta bëj me perime. Do marr 2 karrota. Të mesme që janë të pastruara. Po. Dhe do t'i prej në formë kubike. Po. Këtë e kemi mirë, se mos thua me veten tënde që ma prishi zonja Tefta. Jo, nuk se më E kemi në rregull, ë? Shumë faleminderit. Ja, është e shkrypët komplet. Po, është e shkrypët, tani mu ta lëm dhe 1 minutë. Në rregull. Ja një recetë ndryshe, ë? Po, shumë e ushqyeshme. Shumë e ushqyeshme. Që nga karrota, vetë patoxhani,
kuskus. Unë preferoj që të jenë gjërat jo të zjera, po të jenë të gatë, të fresta. Fresta. Se thash të gatshme. Jo, sepse është kuskusi përdoret për këtë periudhë mas marsit, prill, deri në verë dhe është Do të thënë që e bën dhe me perime. Me perime që hyn tek ato pjatat e pranverës, verës, që është e freskët, nuk është tek ato ushqimet e ngrohta. Edhe të rënda. Të rënda, kurse duke qenë e freskët ti mund ta konsumosh shumë mirë. Po, ashtu. Mirë. Ta nuk ka marrë karota, ka marrë ravaneli, ose repka të kuq, ka marrë 2 karota, marrë 4 repa të kuq. Po. Për mënyrën e prerjes, është fakultative që një person e pret si ta ketë më kollaj, më të lehtë. Sepse dhe në bazën e kemi të në gjatësinë e duhur. Nuk është se e kemi të ngushtë për shembull që të mendohemi shumë për prerje. Po. Hudër, ka kjo pjatë? Unë nuk preferoj hudër, do preferoj borzilokun sepse hudra është shumë e fortë në shije. Vetëm unë tani do ta vë pak, do ta përzij për 2 minuta dhe do t'ja heq. Sa të ndroj 2 minuta dhe do t'ja heq. Edhe unë e bëj shpeshherë këtë gjë. Sepse hudra e tepërt është tani se na që punojmë për zyra, kontakt me shumë njerëz. Kjo është arsyeja se ne në patlıxhanit i shkon shumë hudra, apo jo? Po, i shkon shumë hudra, por është një arsye tjetër që... Po, shumë bukur, ja. Mendojmë edhe për klientët. Mendojmë për klientët, dhe për anvisat, sepse në një darkë, kur... që është një darkë e veçantë, ashtu është. E kemi të vështirë pak. Të shtunë e të diel mund të bëjmë në një manovrim me që jemi pushim, po është e vërtet kjo. Por, duke mos harruar që hudra është, kotë nuk thonë që është një antibiotik natural. Kështu që është jashtëzakonisht i mirë për organizmin. Unë e the. Po. E heq nga petiqe dhe... Shumë bukur. Mirë. Atëre, kemi grirë karot, kemi grirë repat, kemi grirë edhe domate, dhe i kemi hedhur stikat e pishës. Marrë dhe mozzarellën. Po. Mozzarellën e kam nxjerrë nga uji, e kam kulluar. Po. Që mos ketë atë gjë... Lëng tepërt. Edhe është një singjitës ashtu, që e kryon. E kryon që mos na... Po. Edhe tek patlıxhani mos krijoj ujin. Po, pikërisht. I përzijem, kam herë dhe një thelbi hudër, për pak minuta, dhe do ta heqim. Ndërkohë do t'i shtoj pak vaj. Po. Po jo shumë, sepse pastaj se kemi hedhur dhe te patlıxhanët. Patlıxhanët kemi hedhur te kuskusi, dhe mos kaloj edhe te kuskusi, po. Marr borzilok, disa gjethe borziloku, dhe i shpërbër me dorë, sepse thika i... Po, edhe aroma mbetet dhe më mirë akoma. Shumë mirë. I këndshëm është ky borziloku, ha? Shumë. Edhe në Itali e përdorin shumë në pak. Përdoret shumë në Itali. Në gatime të ndryshme, interesant. Në gatime të ndryshme dhe në periudhën që vjen tani, sepse tani ka periudhën e vetë lulëzimit. Dhe edhim pa krip. Unë kripin nuk e preferoj shumë ta hedh te perime, sepse i jep aciditet kripa e në çon ujë. Po. Kurse në këtë moment unë e hedh sepse do ta konsumoj. Është duhet diçka që është momenti që sepse është paktën nga çka kam lexuar, kripa lçon ujë, dhe tërheq ujë nga dhe jep aciditet që nga perimet e të tjera. Dhe ja lçon. Ndërkohë unë do të shtoj edhe pak misër për t'i dhënë ngjyra, sa për ta bërë sa më primaverile, domethënë sa më stinës se t'jemi. Po, qartë. Dhe i shkoj edhe pak misër. Ndërkohë e lejmë. Masën e kemi gati. Gati, e lejmë. Edhe ndërkohë do shkojmë patlıxhan, dhe pastaj do shkojmë me kuskusin, në çfarë pike është. Tani kontrollojmë kuskusin, nëse është në pikën e duhur që ne kërkojmë. Si duket? Mua më duket mirë edhe mua. Tani e shikojmë, ka marrë atë, ne japim përzierjen e fundit, dhe shikojmë që është në pikën e vet shumë të mirë. Për shembull, aty në Marok, kur e gatuajnë
kuskusin, unë e kam parë që mbasi ka ardhur në këtë formë, tani e merr ajo zonja e shtëpisë që e gatuan, edhe e përzien lehtësisht me duart, me gishtat, në mënyrë që të bëhet ajo krejtësisht e shkriptuar. E merr kështu, si punë e durit. Shikojmë sepse nga që uji ka qenë i ngrohtë, jo i vakët, ai është akoma i ngrohtë. Dhe neve duke bërë me duar, jo, është e qartë, do ftohet. E ndihmon dhe për ftohjen dhe për mos formuar ato kokrizat. Pikërisht. Jo, është shtrazuar e pas here dhe nuk është krijuar ajo që neve kishim frikë. Unë shikoj në këtë pikë. Është në rregull, ë? Është në rregull dhe mund ta përzijmë shumë mirë këtu. Edhe ta lejmë. Kjo bëhet si formë sallate që mund ta ham dhe kështu. Siç është. Po, mund ta ka mënyra, mund ta shërbejmë edhe për gjithë radikë. Po, shumë bukur. Edhe mund të jetë në formë sallatës, mund të jetë me kungullin, mund të jetë me kërpudhat champignon, mund të jetë me lloje të ndryshme. Po. Për momentin ne e bëm kështu. Po. Zgjodha. Shumë mirë. Tani unë e hedh. E shikoj që është ftohur. Po. Ja, ke edhe lugën mund të ndihmoj. Ne e themi gjuha. Gjuha sepse spatull po është gjuha sepse lëpin çdo gjë. Po, Mariza. Që mos humbi fare. Shpiku këtë gjë. Tani bëjmë përzierjen. Jemi në fazën e fundit. Përfundimtare. Tani do ta lejmë në që të qetësohet. Po, dhe të marri shijen e njëra tjetrës. Do t'i shtoj pak krip, sepse duhet jetë e nevojshme. Shumë pak piper. Piperzi, po. Edhe do t'a të razojmë. Po. Pastaj në fund fare do shikojmë për masën, se qoftë është mirë apo jo. Pra, kjo është masa. Kjo është masa. Është gati për të shijuar. Do të mbushim patlıxhanët. Dhe e kemi gati për t'i ngrënë. Si e kemi gjendjen e patlıxhanëve? Gjë patlıxhanëve duan pak minuta, tani do shikojmë përpunën e mishit, sepse mishi do verët. Po. Ka ardhur momenti i verës? Ka ardhur momenti i verës, që të shkojmë gati drejt përfundimit. E shohim atëherë. Edhe verën, ato tavën e mishit, që të shikojmë ta shuajmë me verë dhe sa minuta do pastaj mbasi ta shuajmë me verën? Pastaj është për kile, për kile është 25 minuta, 30 minuta, për 1 kile mish. Është mënyrë standard e qëndrimit e pjekjes mishit. Unë i shtoj pak verë, verë të bardhë. Po. Ka rëndësi sasia e verës? Jo, është me sy. Po, sa të laget mirë mishi. Laget mishi mirë. Neve gjatë saj kohe, duke parë që vera avullon, mund t'i shtojmë dhe pak ujë. Po. Edhe ajo krijon atë lëngun, që nuk krijon me karrotën, me... Po. Uji duhet jetë i ngrohtë apo i ftohtë? Uji i ngrohtë. I ngrohtë. Në mënyrë që mos të ndërpresim zgjerrjen. Po, mirë. Mënyrën e pjekjes. Tani una e kthem nga kjo ana tjetër, dhe vëm furrë për pjesë që na duhet që të jetë e gatshme. Shumë bukur. Ja, dhe kjo një mënyrë shumë e shpejtë. Ndërkohë që kemi lënë masën e mbushjes së patlıxhanëve që janë të gjitha të freskëta, siç e pam përgatitjen që nga kuskusi dhe pastaj kemi hedhur perimet me radhë, e kemi lënë këtë tani që të marri shijen e duhur. Domethënë të gjithë elementët që kemi vendosur, kemi bashkuar me kuskusin, do të qëndrojnë në disa minuta në mënyrë që ato të japin shijen e njëra tjetrës. Ndërkohë që e kemi lënë këtë për të marrë shijen e njëra tjetrës, që është mbushja e patlıxhanëve të cilat i kemi në furrë, ne do të shohim tek receta e parë që kemi vendosur mishin, kemi hedhur verën, tani ka ardhur momenti, mbas sa minutash Juli e kemi lënë me verë në furrë? Mishin? Mbas 15 minutash. Mbas 15 minutash që e kemi lënë me verën, vera ka filluar të avullojë, ne do të hedhim ujin. Ujë të ngrohtë. Ujë të ngrohtë. Atëherë, hedhim dhe ujin mishit. Pra, nëse na vini re, kemi punuar njëkohësisht me të dy recetat. Edhe me mishin, pasi do kohë në furrë, por kemi punuar dhe me recetën tjetër që hyn në antipas, mund ta quajmë, me patlıxhanin që kemi vendosur në furrë. Hedhim dhe ujin e ngrohtë. Ujin e ngrohtë dhe kjo është salca që do ne të përdorim. Po, e shohim edhe ngjyrën që ka marrë nga pjekja e mishit dhe e vendosim në furrë përsëri.
edhe për 20 minuta tjera. Lëngun mund ta përdojmë dhe për salcë. Për salcën, kjo do jetë lëngu i salcës. Që do jetë lëngu me... Shumë mirë, aroma është shumë e mirë. Me shijen e mishit, ndërkohë una shikoj që patlıcanët... Majmë dhe patlıcanët. Jemi gati. Shumë mirë. Edhe bëjmë mbushjen e patlıcanëve, të cilat do t'i vendosim direkt në pjatë, në servirje. Patlıcanët në servirje, po tani ndërkohë unë do të marr një luk, do të heq pjesën e brendshme. Edhe do t'i lëm ndërkohë që do t'i ftohim. Ndërkohë... Po, shumë mirë është bërë. Pa e dëmtuar patlıcanit. Formën e patlıcanit. Formën e patlıcanit, sepse pjesa e lëkurës ngjelet pjesa më e fortë, është thjesht për bazën, për treguar formën. Po edhe kjo pjesë e lëkurës që është e patlıcanit ka vlerat e veta ushqimore, janë shumë të mira, ushqyese. Pra duhet të ftohet pak, në mënyrë që ta shtojmë me masën që dhe ato e kemi të ftohtë. Do të bëjmë kujdes që mos na qahet? Po, patjetër. Që t'jetë një mbajtëse e mirë e masës që do bëjmë mbushjen. Mirë është që, shikoni, edhe ngjyra e patlıcanit ka mbetur si duhet, edhe mirë është që t'i zgjedhim ato të pjekura mirë, në mënyrë që edhe i tësira nuk është shumë e fortë. Po, kripa na ka ndihmuar... Po, për ta hequr atë. Për ta bërë më thjesht. Po. Shumë mirë. Unë po mbaroj? Po, nuk është e nevojshme t'i bëjmë të gjitha. Bëjmë një servirje në pjatë vetëm, s'ka problem. Mjafton që të shikojmë. Në shumë, është një ndryshe nga e të tjera që kemi gatuar patlıcanët, është një formë tjetër, një recet tjetër që e gjejmë këtu ke Lapoteka dei Sapori me shef Julin. Tani po lëm për 1 minutë patlıcanët të ftohet. Po. I kemi bërë në formën e varkës dhe i lëm pak të ftohen. Do marrë një pjatë që do bëjmë servirjen. I vë gjethje... Po, tash këtu është dekori, janë pjesë të cilat janë dhe të ngrënshme. Po, dekori gjithmonë, një radikjo, gjethe, ndërkohë që presim që të ftofet. Edhe kjo, majmë pak atë lugën, edhe kjo patlıcanëve, t'i japim pak që t'i lëmë mundësin këto do rinë në këtë formë, s'ka nevoj, sepse prerin e kemi bërë që në fillim fare, nuk ishte faqëllim prerja. Ato duket që janë zbutur, klipën e kanë dur, sepse kanë qënë fillim të klipure. Shumë mirë. Tani nuk në mbete gjithë tjetër vetëm për të bërë servirje. Servirje, ndërkohë do zgjidhja që të merë dhe patlıcanët. është një masë shumë e mirë në fakt. Po vendos të pjesën... Po, për patlıcan, për masën që do bëjmë ne. Që do bëjmë neve. Shumë e shishme, duket. Ja pra dhe një mbushje patlıcani, ndryshe nga mbushje që bëjmë ne zakonisht në shtëpitë tona. Janë të gjitha të freskëta, shumë të mira, të ushqyeshme. Pjatë veçantë është e interesante është si pjatë. Shumë mirë. Tani? Tani do marrë një palet. Po. Që t'i vendosim në pjatën e servidjes. Një pra. Prandaj jemi këtu që mund të ju kujtojmë juve që mund të bëni dhe një pjatë ndryshe. Si që ka përgatitur shef Juli. Kjo është gati. Gati, una do marrë dhe pak vajin. Vajin e udhirit, po.
pjata është gati. Atëherë, e shohim të pjatë në grafik dhe kthehemi përsëri këtu me shef Julin te La Bottega dei Sapori. Jemi këtu përsëri me shef Julin, pasi kemi serviru pjatën e parë, patlıgjanet e mbushura me kuskus, një pjatë shumë interesante, antipast, mbushja është e ftohtë, pasi janë pjekur patlıgjanet, kemi bërë mbushjen me perime dhe me kuskusin. Tani do të shohim recetën e rostos gicit, të pjekur atë dhe të shoqëruar me patatet. E shohim atëra. Po marrim patatet? Po. I servirim? I kemi bërë dhe me rozmarin? Me rozmarin, me hurdhër. Po. Rozmarin, hurdhër dhe sherebel. A edhe sherebel. Edhe sherebel. Hurdhërën unë e le me gjithë këmishën, sepse duke bërë mos digjet. Po, qartë. Ndërkohë, e le më pjekjen. Po, shumë mirë. Është shumë... Sherebela me mishin shkon shumë. Edhe ka dhe diçka që patatet mund t'i përdojë gjatë gjithë vitit me mishin, pandaj edhe zgjodha këtë patatën për këtë, dhe më thënë që mund t'a përdojë gjatë gjithë vitit. Po, shumë mirë. Është një nga shoqërimet, Një nga shoqërimet, sepse si stamë për para që ka shumë... Ja dhe mishin e kemi gati. Shumë bukur. Ndërko marrim mishin. Mishi ka bërë lëngun e vetë që ka... Që po të dëshirojmë mund t'a bëjmë dhe një salcë? Një salcë, po... Ndërkohë e presim. E presim. Unë... Mund bërë dhe prerja gjatë kohës dhe iqet edhe pjesa e spangos. Spangos, sepse mund t'a lëmë, përshëm se nuk mund t'a konsumojmë të gjithë mishin. Po, qartë. Mund lëmë pjesën që do na duhet. Dhe pastaj na duhet dhe një shishe verë, apo jo? Po. Shoqërimi verës? Çfarë vere, mendon? Mendoj një verë... Ngjyrë. Ngjyrë tjetë një verë e kuqe, po jo shumë e fortë. Po. Edhe një rozate me që është dhe mishi i bardhë. Shumë bukur. Ndërkohë që kam prerë fetat, mund t'i kalojmë pak... Po, të majnë shijen e lëngut. E përsosur. E përsosur. Shpak qep këtu. Kështu hudër. Ose mund pritet për shumë dhe gjita dhe mund të vendoset. Vendoset gjita, kjo është për një... Mund të majmë një luk, për deshen të jedhëm pak salcë. Po, mund të jedhëm dhe pak. Po duke lyrë, mos jetë me tepër. Po, shumë bukur. Ja dhe pjata kryesore që është mishi i gicit në formën e rostos, shoqëruar me patatet. Ne, edhe ju, do më lejoni që ta falenderoj shef Julin për këto pjata të mrekullueshme, mund ta afroj pak më kështu, të mrekullueshme që na përgatiti. Roston e gicit me patate dhe kemi patlıgjanet të mbushura me kuskusin. Një antipast që pjesa e mbushjes është e ftohtë. Të falenderojmë shumë. Falenderoj dhe unë juve, jenë gjithmonë mirë kpyetur në kuzhinën e La Bottega dei Sapori. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë miq të dashur që na ndoqët dhe programi toni erdhi fundi, por duke ju kujtuar që nesër do të shihemi përsëri së bashku. Mirupafshim.